Çdo gjë, megjithatë unë për mua nuk është e preferuar, sepse nuk është as pak e shëndosh, nuk është as pak njerëzore. Tash dëshirat e njerëzve, çdo kush e din për veti, çka është më mirë, po kjo nuk ka të bëjë me ato që është e mirë apo njerëzore apo edukative. Kam lexuar një studim lidhur me pse bëhet rreth tij. E kam lexuar dhe është një libër të cilin e kam edhe sugjeruar. Aty ka teori të ndryshme pse ndodh kjo, pse një njeri mundet me dasht, pse ka nevojë me pas dikon tjetër kur e ka një njeri që e don. Apo pa konkluzione. Jo, është një psikologe e cila i ka studiu mbi raportet. Edhe masnej ka raportu të gjeturat e veta gjatë punës vet. Edhe zakonisht e ka lipa arsyeën pse ndodh. Po çdo është arsyeja ajo pse. Ajo është angleze dhe studimi është bën në Angli, normalisht, nuk ka të bëjnë me shqiptarë, se na gjithmonë kur është diçka keq thojmë na shqiptarët jena kështu se tjerët janë, në fakt tanë janë njëjtë. Dhe po du me thonë që për shembull njëra prej arsyeve thot unë i kam 3 fëmijë. Edhe të tretë i du njëjtë.